Profesori universitar Mersim Maksuti, i ftuar sonte në emisionin Debat në Shenja, komentoi tendencat e palës maqedonase brenda grupit punues për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, ku sugjerohej miratimi një rezolute në vend të një ligji. Ai theksoi se nuk pajtohet me këtë qasje, pasi ligji ka nevojë për sanksione dhe mekanizma detyrues, gjë që një rezolut nuk e garanton. Vërejtjet e mia pse nuk vetohem me grupin punues, konsistojnë atë se ky ligj nuk ka sankcion. Shihni ç'është edhe më e keqja. Si mund një ligja normë juridike, si mund një ligj mos ketë sankcion, kur vetë ligji definohet normë juridike, do të thotë ta imagjinosh. A dini ç'është më e keqja? Ne në fillim për palës tjetër kemi pas jo ligj, po ofroheshte versione që të kemi rezolutë këtë çështje të bëjmë një rezolutë edhe ta rregullojmë me rezolutë. Shihni, do të thonë faktisht në fillim insistoheshe të kemi jo ligj për rezolutë dhe menzjet e kaluam ne si grup punus të sillim ligj. Fillimi ishte tendenca ofruar aty në grupin punus që ta rregullojmë këtë çështje në rezolutë. Kush e ofroi? Pala tjetër, gjithmonë pala Maqedonen. E dini tash publiku që e transmetuar kush. Zonja Karakamisheva, që është antare e këtij grupi. Dhe ne pala shqiptare, dhe thamë se ligja, vetë natyra ligjit të pala Maqedone, pala shqiptare, se diskutohet për drejtet e bashkësive. Sigurisht. Qytetarëve që janë pjesëtarë bashkësive. Ne nuk u pajtuam, si do pajtuami vetë, pse nuk u pajtuam se rezoluta është akt, ma tepër me karakter politik, ka një që shpreh një qëndrim politik, domethënë ka karakter afirmativ. Thot njeh të drejtën e përfaqësimit, jem për të afirmuar drejtat përfaqësohen bashkësitë në rezolucione, edhe nuk shohin për te. Profesor Maksuti foli për çështjen e statusit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ai theksoi se debati nëse gjuha shqipe është apo jo gjuhës zyrtare është i panevojshëm, pasi kjo çështje është e rregulluar qartë me kushtetutën e vendit dhe me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Shihni, është bërë shumë debat i madh, do të them, për çështjen sa është gjuha shqipe gjuhë zyrtare se jo. Për mua të tregoj drejt, ky ka qenë një debat i kohët, madje i panevojshëm, sepse këtë çështje e rregullon dhe e zgjidh kushtetuta e vendit dhe ligji për përdorimin e gjuhëve. Ai sqaroi se kushtetuta, përkatësisht amendamenti i 5, përcakton se gjuha zyrtare në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut është gjuha maqedonase dhe alfabeti cirilik, ndërsa në paragrafin e 2 theksohet se gjuha zyrtare është edhe gjuha e qytetarëve që flitet nga së paku 20% e popullsisë. Profesori përshëndeti deklaratën e kryeministrit Hristian Mickoski lidhur me mundësinë e zhvillimit të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ai shpreson se pas kësaj deklarate, Ministria e Drejtësisë do të veprojë pa vonesa, duke ndërmarrë hapat e nevojshëm për realizimin e kësaj çështje.